Kemi mit tjetër? Kemi dhe një tjetër, këtë e ka marrë nga një naturopate me emër që e ndjekin edhe shqiptarët në botë, e cila para ca kohësh ka nxjerrë dhe ka pasur një video shumë të kërkuar, virale, kur thotë që kërcitjen e gishtave të ditës që ne bëjmë gjatë ditës, mos s'duhen kërcitur për arsye se shkaktojnë artrit apo artrozë. Kush është e vërteta? Faktikisht nuk ka prova shkencore që nëse ne kërcasim gishtat, pra këto gishtat qafën se her pas here ne për të lehtësuar, po. Për lehtësuar, sa e bëjnë dhe nga stresi, për të ulur nivelin e stresit, nuk ka asnjë provë shkencore që kërcitja e këtyre gishtave shkakton probleme të artrozës. Ai tingulli që ne dëgjojmë është nga niveli i çlirimit të flluskave në lëngun sinovial, që është në kocka, pra që lubrifikon kockat, që lubrifikon kyçet. Çfarë ka ky lëng? Ky lëng brenda këtyre kyçeve ka kryesisht dioksid karboni, ka oksigjen dhe azot. Këto tre gazra. Në momentin kur krijohet një presion, pra kur bëjmë gishtat kështu dhe krijojmë një presion, atëherë formohen flluska gazi. Dhe në momentin që ne lëshojmë këto ose bëjmë, atëherë këto shpërthejnë si një tingull që hapi një kanaçe me gaz. E njëjta gjë dhe kjo tingulli karakteristik i kockave. Studimet shkencore kanë parë që në vitet 1975, në vitin 1990-98 kanë parë që nuk ka asnjë rezultat dhe në vitin 1998 është bërë një studim që është prezantuar tek revista prestigjioze Artriti dhe Reumatizma dhe është parë që nuk ka asnjë rezultat që kërcitja e kockave shkakton problem. Po ashtu, në vitin 1990 është bërë një njëjti studim. Në vitin 2011 te gazeta e mjekësisë familjare në Shtetet Bashkuara të Amerikës u morën 215 persona mbi moshën 50 vjeç. 20% të këtyre persona u lanë që kishin një zakon të përhershëm të kërcitjes së gishtave. Dhe nuk u gjet në MRI asnjë lidhje me incidencën e artritit ose artrozës. Po ashtu tek revista prestigjioze Radiologjin 2015 u panë që imazherit e rezonancës të personave, pra rezonancës magnetike, nuk kishin formime, pra këto shpërthimet që ne bëjmë, pra këto kërcitjet, nuk kishin ndonjë dëmtim të lëngut sinovial gjatë kërcitjes. A ka ndonjë rrezik, mund të themi, në qoftë se ne kërcasim shpeshherë në mënyrë agresive? Se është si antistres për disa. Po, në qoftë se kanë patjetër që do i irritojmë mindjet përreth, në qoftë se bëjmë në mënyrë agresive. Në qoftë se mund të dëmtojmë edhe kockat, mund të kemi edhe hënjë etj. Por nuk ka element që mund të themi që mund të dëmtoj kockat niveli kërcitjes gishtave. Pra mos u shqetësoni. Kërcitja e gishtave nuk është armiku kryesor i kockave dhe kyçeve tona. Është thjesht një zakon që nuk duhet tepruar, por që mund të heqë edhe stresin. Rreziku qëndron në vend tjetër. Pra nuk është ky rrezik.